E diel, dashi, dita sjell një takim interesant. Mos e ktheni padurimin në konflikt. Demi një atmosferë mirë sjell një ditë më sociale se zakonisht. Në të çift pritet më shumë afërsi. Binjakët, energjia e ditës sjell një ide që do të vlejë shumë. Mos e lini një pagesë ose detyrim për në fund. Taforia, kjo ditë favorizon një ditë më sociale se zakonisht. Kushtoni pak më shumë vëmendje pushimit. Luani, kjo ditë favorizon një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Vetbesimi ju ndihmon të tërhiqni vëmendjen e duhur. Yqyresha, sot hapet mundësia për më shumë kohë për veten. Beqarët mund të kenë njohje interesante. Peshorja, sot hapet mundësia për një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Mos lini një pagesë ose detyrim për në fund. Akrepi, sot mund të ndjeni një takim interesant, shmangni debatet për çështje të vogla. Shigjetari, kjo ditë favorizon një ditë më sociale se zakonisht. Një plan i ri ju rikthen entuziazmin. Priciapi, energjia e ditës sjell më shumë kohë për veten. Në dashuri kërkohet sinqeritet. Ujori, sot do t'ju ndihmojë një zgjedhje që kërkon durim. Mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Peshqit, sot hapet mundësia për qartësi për një çështje personale. Pani fokusin te ajo që në të vërtetë ka rëndësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.